Të dashur shqiptar, është ora 5 e mëngjesit, nuk kam fjetur dot gjithë natën. Kam qarë, sepse kam mësuar se gjuha shqipe ka lindur në Greqi. Të gjitha toponimet më të lashta të shqipes, jo e lirishtes, janë në Greqi. Dhe një nga këto toponime shqiptare në Greqi është fshati Lalimi, që do thot lajmi, ose më sakt shkuesi ka marrë kuptimin në gjuhën shqipe. Vjen nga greqishtja Lalima, do të thot thashe theme. Është bërë në gjuhën arvanita se Lalimi, lajmi, por mënyra se si është formuar kjo fjalë tregon se emrat e trajtës së shquar në Shqip kanë lindur nga mbiemrat. Një lloj si fjala diellë nga e diela, ka lindur fjala lajmi nga i lajmi, pra të Zot që është në qiell. Këta janë për emrat e greqishtes in, en, do të thotë në, dhe ta është pjesa e neutrit në greqisht, është bërë në shqip të, dhe në gjuhën e buzukut është emër neutral, një lloj si në greqisht. Dërguan një lajmës, në gjuhën e buzukut është dërguan një të lajm. Është mbiemër i gjinisë asnjanse. Gjuha e buzukut ka mbiemra në gjinin asnjanse. Të gjithë mbiemrat me pjesën të vinë nga greqishtja ta e emrave dhe mbiemrave asnjanës në greqisht. Një lloj si shqiponja e Bizantit, u bë shqiponja e varja e Pirit, u bë shqiponja e Kastriotit, Lalima e greqishtes u bë origjina e fshatit Lalimi, origjina e mbiemrit i lajmi. Dhe nga mbiemri i lajmi, që provohet me gjuhën e buzukut, të lajm në neutër, i lajmi, gjinia mashkullore, është regjistruar në gjuhën e gegëve, në gegënisht, i lajmi. Dhe unë në disa nga filmat të tjerë kam menduar që kjo është pjesëza e trajtës së shquar të greqishtes, jo. Kjo është parafjalë në shqipën e vjetër. Është parafjalë dhe në greqisht, in. Dhe është bërë i në gjuhën e arbreshëve. Pra i lajmi është mbiemër. Do thot lajmësi, shkuesi, ai që merret me thashe theme. Nga Lalima, thashe theme, Lalimi, fshati i thashe themeve. Tek arbreshët në Greqi, të dashur shqiptar, të dashur pellazgë, gjuha shqipe ka lindur në Greqi. Përfundimisht, forma e trajtës së shquar të emrave mashkullor ka lindur nga mbiemrat. Pra dhe njëherë, diella ka lindur nga e diela. Është mbiemër. Me parafjalën en të gjinisë femërore, lajmi ka lindur nga mbiemri i lajmi, nga greqishtja, Lalima. Me parafjalën greke in, që ka dhënë i, pastaj në shqipën e arvanitasve, të dashur shqiptar pellazg, të shqipës së Bizantit. Aty ka lindur gjuha shqipe, pra gjuha shqipe i ka të tre gjinit e greqishtes. In, ka dhënë i,
i lajmi. N ka dhënë e diela. Dhe asjansi është të lajm, nga ta lalima. Në greqisht të dashur shqiptar, të dashur pellazgë, sot e gjeta krejtë rastësisht. Dhe si e gjeta këtë? Nga kryeministri shqiptar. Nga diella, që ka dalë nga e diel, është mbiemër në gjuhën shqipe. E diel. Nuk është emër në gjinore. Jo, është mbiemër. Nga e dielë doli diella, nga i lajmi doli lajmi. Pra të Zot që është në qiell. Emrat e trajtës së shquar në shqip kanë dalë nga mbiemrat. Por kjo gjë ndodh vetëm në greqisht. Nga mbiemrat dalin emra. Dhe në shqip, të dashur shqiptar, nyjat e mbiemrave në shqip kanë dhënë mbaresat e emrave të trajtës së shquar në gjuhën shqipe. Gjuha shqipe ka lindur në Greqi. Po pse gjuha shqipe ka lindur në Greqi? Si është e mundur një gjë e tillë? E pra, po të studion historinë, Shqipëria u pushtua nga fiset slave në shekullin e 6. Dhe ilirët nuk ishin të çmendur të rinin në Shqipëri dhe të bën ata u tërhoqën për në Greqi. Të gjithë. Toponimet mbetën slave. Perandoria bizantine nga shekulli i 6 deri në shekullin e 15 ka vazhduar derisa hyn turqit. Ka vazhduar çlirimin e tokave ilire shqiptare nga slavët. Prandaj ka vetëm emra slav kudo në Shqipëri, por emra toponime shqiptare në Greqi. Kjo është arsyeja. Kjo luftë ka zgjatur mbi 1000 vjet, të dashur shqiptar. Vazhdon sot e kësaj dite. Lufta e Kosovës është çlirimi i tokave ilire helene nga slavët. Vazhdon kjo luftë. Dhe sot e kësaj dite. Por tani grekët duan ta çlirojnë Epirin nga shqiptarët. Në fillim e çlirojnë nga slavët. Por ne nuk do t'i lejojmë këta qena. Ne i shfrytzuam grekët. Ne kemi jetuar si mysafirë në Greqi, të dashur shqiptar. Që janë këto pellazgë, more. Gjuha shqipe nuk është gjuhë pellazgë. Gjuha shqipe i formon emrat nga mbiemrat. Një lloj si gjuha greke, me parafjalë greke, dhe ka të 3 gjinit mashkullore, i lajmi, ka femëroren, e dielë, dhe ka asjansin, të lajm, nga ta lalima. Të dashur shqiptar, të dashur pellazgë, ne i kemi shfrytëzuar grekët. Grekët kanë çliruar tokat tona nga slavët. Po të mos ishte perandoria bizantine, në jetë të jetëve shqiptarët s'do kishin fituar tokat e tyre. E kuptoni apo jo? Ne kemi shfrytëzuar grekët, jemi kukuvajka. Jo shqiponjo. Ne flasim gjuhën e kukuvajkës. Unë nuk e dija që shqiptarët janë njerëzit më dinak në botë. Sot e mësova krejt rastësisht. Shfrytëzuam grekët për të çliruar të gjithë tokat shqiptare nga slavët. Lam toponimet tona në Greqi, tani i themi Greqis. Greqia është e jona sepse ne jemi pellazg. Po që pellazg, more? Gjuha jote është krijuar sipas ligjeve të greqishtes. E kupton ti shqiptar pellazgu apo jo? Ky është një zhvillim i vonë i mesjetës në gjuhën shqipe. Prandaj nuk ka toponime shqiptare në Shqipëri, ka vetëm toponime slave, por emrat e qyteteve janë të gjitha greke. Kjo është e vërteta.
Ne I kemi shfrytzuar grekët. Jemi populli më dinak në botë. Ne, shqiptarët. Me ushtritë e Bizantit ne çliruam Shqipërinë nga slavët. Me ushtritë e NATO-s ne çliruam Kosovën. Po ku ka më dinak se sa shqiptari? Tani themi jemi pellazg. Pa na jepni edhe të gjithë veriun e Greqisë neve, se ne jemi pellazg. Po ç'bëhet kështu more, po ne jemi populli më dinak në botë. Unë e dija që ishim naiv, unë e dija që ishim të mirë. Ku jemi të mirë ne? Do me thënë, Kukuvajka lëshon vezët në folet e Shqiponjës së Bizantit dhe I thotë Shqiponja jam unë, thotë Kukuvajka. Po çfarë Shqiponje je ti, more? Çfarë ke çliruar ti shqiptari? Ju faleminderit për vëmendjen, po unë sot kam mësuar shqip, more, nga gjuha arvanita, se unë nuk dija shqip. Forma e trajtës së shquar në shqip është krijuar nga mbiemrat, si në greqisht. Ua, po ç'bëret kështu more pellazgu? Miru pafshim, të dashur pellazg, në filma të tjerë shkencor.